Në rastin e Shkodrës në Vlerë absolute nuk u votunen këto njerëz që i pengoka sistemi mu votu. U votunen llumi i shoqënisë. Në vota maksimale njerëz që s'kan rreshtu 2 fjalë që kanë shërby komunitetit asnjë fjalë dhe mbështeten nga krimi. Dhe kjo për mua llumi ideal, si ideal i ri, më falë se po fillove politikën ti me këtë mendje, me këtë unë më dëgjova. Prandaj do humbim ne kështu. Prandaj humbim ne pra. Prandaj humbim se problemi. Edhe nuk qëndron me argumente, ta bëj edhe një formë, falë që po ndërhyon. Tani me Elbasani me Durrësin. Mos merr Shkodrë fare. Anonime pra, njerëz anonime kanë fituar. Në Durrës dhe në Elbasan kanë fituar njerëz anonime. Ja më një. 8/6 sa 2021. Në Elbasan je 14 ndryshe nga 2021. Që thua ti që banda ishin, thua blerjes votës nuk ishin, pushteti nuk ishin, po sepse ishte lista më e dobët përfaqësuese e mundshme në Elbasan. Në Durrës që kishin listë më të mirë, ti e mbajtë rezultatin. Tregon pra që personi dhe individi, edhe sot që ke Flor Bina e ty, do dali më mirë. Më mirë se përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Më mirë do dali. Flor Bina po do dali më mirë more. Pra si do thot pra që mos e injoroni individin, ti ju thoni tash populizëm. Kthem në monolog zoti Sula. Jo monolog. Tet. Ishte ky moment. Tashti zoti Bina që përmend zoti Sula, zoti Bina është mbledhje mekanike e 3 partive që kanë votuar. Pra në 35% kishte zgjedhjet e fundit Partia Demokratike, 5% një minutë pra. Po çuditërisht janë fiks. Çuditërisht ideologjike. Çuditërisht janë mbledhje mekanike e 3 partive që përfaqësojnë zotin Bina pra si kandidatur. Nuk është ndonjë sukses i madh zoti Bina po fiton kundër sepse bim në kurthin që këtu pas ka zgjedhje. Po le të marrim, po tjetër që ka më marrë se janë 3 partive opozitare, po tjetër që ka më marrë vota më shumë se PD-ja, si rregull, sepse ajo është qëllimi dhe i bashkimit të opozicës rreth kësaj kandidature. Okej, na është bashkuar në diskutim edhe zoti Genc Burimi. Përshëndetje zoti Burimi, mirëmbrëma. Po. Mirë. Besoj se ne keni ndjekur diskutimin. E ndjej edhe s'po e ndjej dot sepse se kuptoj domethënë keni 2 përfaqësues politik që është normale që kanë një analizë të tyre, sepse janë 2 personazhe që kanë probleme PD-n sot, dhe analiza nuk është shumë e saktë. Unë mund të kem një analizë si gazetar, ku them që në perëndim ndron shpesh sistemi zgjedhor. Ku është problemi? 2008 unë sfidoj do kush në Shqipëri të më thotë që 2008 që një krim që ju bë demokracisë. Nuk i pas një krim demokracisë. Tu zhje më banale, më ordinere në perëndim të ndrojë sistemet zgjedhore, më ordinarja. Në Francë aktualisht po, e ke debat sot, kalohet nga sistemi majoritar i pastër, me 2 raunde, kalohet proporcional. Që vojnë partitë e vogla, që ka qenë dukur të vogla si Le Pen, duhet në një bëndë mëdha. Është debat demokratik, ku është problemi? Pastaj që votojnë bashkë, PD-ja dhe PS-ja. Ku është problemi nëse çdo parti ka interes në vetë? Kryetare pra. Ta mbaroj, zot Sula dhe bashkë. Demokracia këtu bie. Po mbaroj një si gazetar. Argumente mia dhe pastaj debatojmë. Ku është problemi sot që edhe Zelenski bashkë me Putinin janë gati sot të bëjnë paqen bashkë. Ku ka secili interes në vetë. Edhe jo më Berisha me Ramën, nëse kanë interes, bravo ju qoftë. Po të fitojnë diçka të humbë gjithmonë. Që tjetë demokratike. Tani tani vjen këtu debati. Problemi se zoti Sula hyn në një debat i fartuar nga fakti që e nxorën nga gara. Dhe zoti Sula ka vetë një lejt motiv që sot që kjo parti demokratike humbet sepse nuk figurat mira. Kjo është. Më shumë. Sikur merre unë votat, edhe kam marrë votat edhe kolegët e mi si jam në parlament. Ty sot i gjithë aty me minorancë. Prandaj minorancë. Me mua ignorancë. Mos hajde si apo shtet. Aty ujë me biçë lugës. Ti një debat vjen soti që megjithëse zgjon Sulaj në listë. Ka kundërshtuar 2008 po them 2007-2008 ku ishin majoritar, ku ishte majorancë më mirë. Jo sot për interesat mia. Jam 3000 kilometra larg, ta mbaroj? Mos deformo. Debatin e ke edhe një herë që sot PD-ja vuan nga figurat e mira si ke Sulës. Për mua ky debati nuk është ky sot, është debati që ti ke emohuar debat dhe prandaj nuk kishe në listë. Debati është që në Shqipëri drejtësia nuk ka krimin zgjedhor që ta fatani vetëm. Kjo është problemi kryesor. Zoti Burimi, okej, në rregull, thatë për zotin Sula që ka këtë interes që se pas kanë futur në listë. Po zoti Ndoka, po zoti Muçi nga Lëvizja Bashkë, çfarë interesi ka? Zoti Ndoka çka ka interes? Sepse tani në këtë tema e ditës, që është Senati. Zoti Ndoka ka të njëjtin frikë siç e ka e patën në 2008-ën, që partitë vogla nëse rrudhet parlamenti në numër deputetësh, kalon nga 140 në 100, është normale mekanikisht, matematikisht që partitë vogla të vuajnë. Ka hallka është normale. Po kjo është demokracia. Çfarë bësh?
Tani, për mua debati sot nuk është Senati. Berisha se ka ende akoma si tori Senatin. Po si është kjo demokracia që në perceptimin tuaj, zoti Burimi, mblidhen dy më të fortët edhe bëjnë rregullat edhe për gjithë tjerët? Eksakt, siç e bën sot Trumpi në Amerikë, për të ndryshon ndarjen territoriale, që ti vjedhë më shumë vota, demokratë është normale, më kështu më gjithë perëndimin. Po që ka normale demokracia. Po është demokratike. Po vota e qytetarëve që deformohet, sistemi që deformohet, që vota nuk shkon aty ku duhet të shkojë, që ka parti politike që marrin mira vota, që prodhojnë deputet dhe që nuk vi parlament. Që ikin votat, bishtat ikin koshplerave, nuk përfaqësojnë qytetarët. Është komplekse gjëja. Është eksakt diskursi i ligjërata e Le Penit. Në çdo vend të botës për të bërë këtë hallkan, duan proporcionalisht sa më të pastër. Po në Evropë, po keni 10-12 sisteme elektorale. Nuk ka asnjë sistem elektoral dhe një herë para i sidoj të gjithë sot, të gjithë sidoj, nuk ka sot në Evropë. Ata i vendos ai që është në krye. Trumpi në Amerikë sot, po ndryshon edhe një ndarje territoriale të shteteve. Okej. Është demokratike. E para punës, nëse flitet për reformë zgjedhore, nuk është fare as normale as demokratike që reformën zgjedhore ta përcaktojnë më i forti ose dy më të fortët. Reforma zgjedhore prek të gjitha subjektet politike, reforma zgjedhore do duhej të kishte një debat të gjerë publik dhe modeli që do zgjidhej në fund të përcaktonte se pse i përshtatet më shumë kontekstit në cilin aplikohet. Ky është parimi demokratik në qoftë se do zbatohet. Tani kam një pyetje për ju. Çfarë zgjidh në kontekstin shqiptar Senati? Kë problem kemi ne që e zgjidh Senati, sepse në Amerikë është fare e qartë. Kemi shtete, thash dhe njerë, me popullsi të madhe, që përfaqësohen aty sipas numrit popullsisë, dhe Senati ku përfaqësohet secili shtet, pra. E njëjta gjë logjik në Itali, në Gjermani, edhe në Francë madje. Pavarësisht se në Francë nuk ka ndonjë peshë të madhe Senati. Po çfarë zgjidh në Shqipëri Senati? Mund ta shpjegoni ju? Okej, atë është shumë bukur. Është debat totalisht i panevojshëm, Senati është i panevojshëm. Sot këtë debat, kjo është. Dhe një herë, i them kolegu tim që ka bërë sot në emisionin, Andreas. Këtë emisioni, çfarë është Senati? Senati është thjesht kundra përgjigjia që Berisha i bën Ramës. Rama në 1 shtator, ku bëret asamblen e përgjithshme, holli zgjedhjet për Tiranë pa pyetur njëri, holli ndryshimin e kuvendit rregullorës pa pyetur njëri, dhe holli tezën si Renzi në Firenze, kujtohet asaj kohë kur komisia që Rama Samrata, holli tezën që ka shumë deputet Shqipëria sot me numrin aktual demografik, pra por ti bërë në Senat në shkoj numri deputetëve. Po Berisha po i shkon tezës së Ramës në këtë rast, pra. Gjen justifikimin e Senatit për të zvogëluar numrin e deputetëve. Më bëri pyetje për gjë. Kontrolemi nga deputet senator. Po më thuaj një pyetje për gjë, edhe një herë. Pra,